Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një deklaratë për gazetarët ku ka deklaruar se Partia e Demokratike nuk ka një ekip të mandatuar për komisionet dhe reformen territoriale dhe atë zgjedhore. Nuk kam asnjë djeni për përbërët për këtë që më thoni ju. Sepse fillimisht në një variant që më sollën mua, ishte Tom Doshin e kalon të në opozitë. E kalon të tek ne. Imagjinoni tani. Prit se doli djen nga skapi tani, a e ka ndryshuar apo jo, të shohim çfarë do thotë Toma vet. Prandaj dhe s'mund të flas gjë. Ti shohim zhvillimet. Për partitë e reja? Ne siguroj që edhe jemi të hapur për ta, por pa asnjë diskutim që zëri i tyre do mbahet shumë parasysh. Po, nuk kemi ne, domethënë, për ne është rëndësishme të ndjekim një rrjedhë të përbashkët me opozitën. Një mendim të përbashkët. Dhe unë nuk kam paragjykim për asnjërin nga këto forca politike. Jo. Berisha motei ka deklaruar se për të zgjedhur një drejtues të partisë do të ketë një garë të hapur. I pyetur në konferencën për shtyp, Berisha u shpreh se do të jetë një nga kandidatët, por se gara do të jetë e hapur.